Unë veç në zero më vjen rënë, edhe kum pas shumë dëshirë me po Parisin dhe Barcelonën në finale, sepse shumë po futboll. Po në ndryshe në finale, ku shumë njerëz e kanë lënë pjesën e dytë se kanë kthyer hiç, kanë ndodhur për herë të parë. Unë mendoj. Unë më qenë i gabuar. Video 5, këdi me qenë se jemi tek parashikimet, shohim si ka parashikuar Oktapodi dhe asistenti i Oktapodit Leci finalen e Ligës së Kampionëve. Profesor Liridon Leci. Interi fiton. Pse fiton Interi? Mendoj që më e mirë se Parisi. Ma mirë si Parisi. Unë e kam një dojë temin që është shumë tifoz me Interin, është në gjatë Shalioni, po më vje keq që i thëmë për këty që është super tifoz me Interin, po unë e menoj që fiton Parisi. Parisi? Fiton Parisi. Të ndrejta? Por shumë arsye. Interi por ka shumë arsye. Në fakt, këm dëshirë me fitu Interi, po mendoj që këm e fitu Parisi. Ata shfarok që... Farok ata që fiton Parisi, pse nuk e besuve? Këdi e ke qëllu. Farok ke dëshpru shumë këtë herë. Ja. Ma shumë sekret Edhe ka qenë shumë i bindur që Interi këm qenë në fitore. Tu njës për shumë që shkëm po unë ndeshën. Unë para që sa shoh futbol, finale me dominume për një ekipës nuk unë po asë njëre. Unë e kom di që Interi nuk mundet me bolojt mirë, po nuk e kom di që mundet që ashtu me qenë edhe në fazën defanzivë, sepse Italian ndihen bili për fazën defanzivë edhe për mbrojtje. Edhe në qatë aspekt ju më që ka me pas problem Parisi, sepse mbrojt mirë Interi, zakonisht. Por që e bën qatë deregje, unë zbesoj që ka pri dikush. Interi u gëzu për duket që fitoj kundër Barcelonës. Unë veç në zenë unë vjenë rënë, unë veç në zenë unë vjenë rënë, edhe kum pas shumë dëshirë me po Parisin dhe Barcelonën në finale, sepse shumë po futboll. Po në ndryshe në finale, ku shumë njerëz e kanë lënë pjesën e dytë se kanë kthyer hiç, kanë ndodhur për herë të parë. Unë mendoj. Unë më qenë i gabuar. Faruk ju bazu, s'ka pas faj, s'u bazu në eksperiencën, se në kanë edhe në finale, në ndeshje të rëndësishme. Është një faktor, po Parisi i thejt gjitha tabut. Nuk unë po më mirë se si pregaditet një ndeshje, ato të cilën Enrique kishte pregaditur. Në qoftë se shumë, jo vetëm në golat e realizum, po edhe në bas golit të parë presionin të cilin shtrojket daj ndërtimit të ekipës së Interit në zonën e tretë, atje ishte jashtëzakonshme. Domethënë intensitetin, shumë se si janë të realizuar golat, kemi edhe në zonën e tretë, ku bashkëveprimet të cilat i bojnë korridoret të cilat edhe hapësirën lojtarët e Parisit, po edhe në tranzicion se si sa të qartë e kanë tranzicionin, më dojë se ka qenë një ndeshje ku mund të mësohet gjithë shka. Dhe kur e marmi eksperiencën të cilën e kanë pas ta lojtarë, më dojë se është një faktor tjetër.